Pas grevës një vjeçare, ish-punëtorët e fabrikës së tubave ju kthehen protestave. Ata u mblodhën sot para kuvendit komunal ku kërkonin t'i takonin deputetët Ferizajës, Adem Salihajn dhe Elmir Reqicën, por edhe kreun e komunës. Kur e morën vesh që asnjëri nga ta nuk është i pranishëm, ata u futën në sallën e kuvendit, nga ku thanë se nuk do të dalin pa i takuar deputetët. Kryesindikalisti i ish-punëtorëve të fabrikës së tubave thot se përveç deputetëve, obligim ka edhe kreu i komunës që t'i mbrojë interesat e qytetarëve, prandaj po kërkojnë nga të gjithë që të ndihmohen. Ju kom bë mesazh edhe te Adem Salihut, si ma përgjegjës për grupin e deputetëve të LDK-s, ju kom bë mesazh dje edhe zotrit Elmir Reqicës, si përfaqësuesi deputetëve nga PDK-ja, po ashtu nga vendoseve na kemi prit që sot ata do të vinë prezencën tonë, po edhe me strukturat komunale, se funit edhe kryetari i komunës duhet me mbrojtë të drejtat e qytetarëve. Na jemi qytetarët kësaj komune dhe fatkeqësisht sot si po shihet e kanë neglizhuar edhe vetë këta, ose nuk po dojnë me hiq këtij problemi se nuk është problem i vogël, por unë po them që kanë obligim ligjor, kushtetues ndaj qytetarëve të komunës dhe funit, nëse ka nevojë duhet një proteste përbashkët, edhe këta më na prin neve në kuvend atje që është në qeveri, në mënyrë që ata të reflektojnë lidhe me këtë problem. Pas një pritje të gjatë në sallën e kuvendit, kanë ardhur edhe 2 deputet, Blerim Grajinca e Sinavere Rysha, të cilët u premtuan se do të angazhohen për kauzën e ish-punëtorëve të fabrikës së tubave, ndërka që ftuan përfaqësuesit e tyre që nesër para seancës të jenë në Parlamentin e Kosovës për të parë mundësitë nëse do t'i takojë kryeministri.